Gjithçka ishte në rregull, nxënësit kanë hyrë në sallë me rregull, s'kemi pas asnjë problem, janë identifikuar të gjithë, gjithçka është në rregull, po besojmë që edhe suksesi i nxënësve ka më qenë i shkëlqyeshëm. Ndryshimet janë që disa vite këto, janë ndoshta që 3-4 vite që nuk bëhet, domethënë kjo ka qenë strategji e Ministrisë së Arsimit, që mos më qenë nxënësa të një shkolle, për faktin që ka pas parregullsinë të kaluara, po besoj që kjo i kontribon edhe suksesit, edhe për çfarë arsye domosht sot nxënësat janë të gjitha shkollat të Prishtinës, të ndamë në shkolla të ndryshme, edhe në shkolla fillore, edhe në shkollat e mesme. Është mirë që nxënësat duhen me arrit të gjithë 100, po besoj që kanë me arrit të gjithë pragun e kalishmërisë, edhe nuk kemi pas problem. Po shpresojmë që edhe ashtu edhe fjalë nga tereni janë që janë si gjeneratë shumë mirë të përgatitur. Deri tani na nuk i kemi marrë telefonat, i kemi treguar që i kanë të ndaluar. Çka kanë pas në xhepat e tyre nuk e di, na si në rolin e policisë këtu, edhe ashtu edhe strategjia e ministrisë ka qenë, janë administratorët në sallë, nëse dikush tenton me nxjerr telefon, del nga testi. Po besoj që edhe ashtu që shopon janë shumë të mirë, janë shumë pjekun. Edhe ajo që ndoshta s'ponien mes vetes kanë komunikim kështu. Ajo është e përgatitur që nga dita e djeshme, gjithsej i kemi 10 salla, ndërsa i kemi 150 nxënës. Përgatitjet që janë bërë me përkushtim, ndërsa sot nxënës janë përcjell në për salla nga administruesit të cilët kanë qenë të përcaktuar nga Ministria dhe nga DKA-ja. Këtu i kemi përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe përfaqësues nga Drejtorati i Arsimit. Çdo gjë ka shkuar në rregull, secila sallë ka kutitë e telefonave dhe nxënësit janë të obliguar që telefonat i vendosin në kutitë përkatëse.